Shkupi u mbush me emocion, kujtesë dhe art. Në qendrën kulturore të rinis Kino Frosina u shfaq për herë të parë para publikut të Maqedonisë së Veriut filmi artistik Era i regjisores së njohur Parta Kelmendi, një film që rikthen në qendër historinë, rezistencën dhe fuqinë njerëzore të viteve të 90-ta përmes një rrëfimi të ndjeshëm dhe thellësisht intim. Nga atmosfera e premierës deri te reagimi i publikut, patëm mundësinë të bisedonim ekskluzivisht me regjisoren Kelmendi, si dhe me aktorin kryesor të filmit, të cilët na treguan më shumë për procesin krijues, mesazhin e filmit dhe emocionet e kësaj mbrëmjeje të veçantë. Sonte filmera po shfaqet një shkup. Çfarë emocioni jep për ju? Specifikisht kjo gjë, sepse e dim se Shkupi e don shumë artin, po kohëve të fundit ka ngecur pak më pak më mbas, ndërsa ju gjithmonë nuk e harroni, gjithmonë jeni këtu për Shkupin, gjithmonë i ofroni gjëra kaq të bukura, ngjyra kaq të bukura që japen mesazhe shumë të forta. Shkupi për mu personalisht unë jam rritur në Shkup, se nana mu ka rritur në Shkup, kështu që kur më pat vdek gjyshja, unë e kom jetu me gjyshen në Shkup, kështu që kom qenë diku 3 vjeqare. Shkupi për mu ka emocion shumë të veçantë, se e kom kalu një periudhë jetës këto, mandej kom jetu edhe një 2-3 vjet tjera gjatë kohës kur kom punu këto, kështu që është kënaqësi me mujt me pru edhe filmen këto, edhe me ndoa me publikun e Shkupit, me publikun e shqiptarëve të Maqedonisë, po edhe me maqedonët. Është një farë kënaqësie e veçantë, edhe nuk e di, ta presem, po. Ju gjatë krijimit të filmit e keni trajtuar rezistencën e viteve të 90-ta me një çastje shumë intime. Si lindi ideja që këtë histori të madhe ta tregoni përmes një rrëfimi kaq interesant? Po realisht ka fillu shumë spontanisht, ka fillu si reflektim në periudhe të vështirë të kohës tonë kur kemi jetu, unë kom qenë e vogël në atë kohë, po kom konsideru që përmes adoleshentës më me tregu një tregim të asoj kohë që ka qenë e rëndë. Në periudhë shumë e çuditshme, sa njerëz normal që jetojnë në një periudhë abnormale, kështu që kom pas nevojë krejt që të reflektim që e kom bo me vetën, kom pas nevoj me tregu ma ndej përmes qëtij tregime që është Era. Gjatë krijimit të filmit a ka pasur ndonjë moment më të veçantë, ndonjë skenë që të ka prekur më shumë emocionalisht se skena tjera? Po, gjatë kohës kur e kom shkru, kom pas momente shumë cilat më kam prek, po menoj ka personazhe aty cilët më preken hala sot e kësaj dite. Nëse e menon prej kësaj perspektive, ato janë personazhe tragjike të asaj kohe, po që realisht kanë qenë personazhe shumë të forta dhe sot janë heroj të kësaj kohe. Kështu që prej personazheve tragjike të asaj kohe, mendoj që janë heroj të kohës sotme. Jemi të frymzuar. Era flet më shumë për gratë e asaj kohe, rolin e tyre, fuqinë, po ashtu edhe mbijetesën e thatë edhe më tani heroina të themi. Pse për ju ishte e rëndësishme që pikërisht zëri i gruas të jetë në qendër të reflektimit dhe trafimit të kësaj historie? Unë e mendoj që gjatë viteve të 90-ta gratë kanë bajt Kosovën. Se ato janë ballafaqu me ikjen e burrave, ikjen e djemve, tyne prej vendit. Dhe ka qenë moment shumë i vështirë besoj për krejt, dhe kanë qenë gratë ato cilët e kanë organizu jetën edhe familjen e kanë rujt gjatë kohës në viteve të 90-ta. Pa i abstrahu disa burra cilët kanë qenë pazot gjithashtu, njëjtë ashtu si edhe gratë. Po gratë e kanë pas një farë fuqi, e kanë edhe sot, mendoj që historikisht e kanë pas atë fuqi, po mendoj gjatë historive globale të luftnave, gjithmonë burrat kanë shku në për luftna, ato kanë nejtë dhe kanë këshyr venin, familjen dhe janë kujdes për vendin. Sidomos gjatë 90-tave ka qenë periudhë shumë e vështirë, se ato kanë jetu në Kosovë, e kanë rujt vendin, e kanë rujt familjen, pa përkrahjen e burrave, dhe mendoj që gratë janë shumë të forta. A mendoni se ky film mund të ndikojë mënyrën se si brezat tjerë apo të rinj të shohin historinë dhe identitetin ton kolektiv, se ndoshta dikush tjetër ndryshe e transmeton, ndërsa
dirisa ju me fakte, rasti i filmit Tera apo fakte të tjera vinë dhe tregojnë se gratë kanë qenë heroina me vepra, po jo me fjalë, me veprat e tyre, mund të ndrojnë edhe mendimin, qasjen e të rinjve se si i shohin nënat, gratë, gjyshet e tyre të kohës së kaluar. Unë mendoj që edhe të rinjt, edhe gjithë e dinë gratë çfarë fuqie kanë. Tash është problem tjetër patriarkalizmi. Doja të Po, është problem tjetër patriarkalizmi i cili është megjithatë global. Po unë mendoj që gratë kanë pas gjithmonë fuqi, edhe gjithmonë e kanë rujt familjen, e kanë rujt vendin, edhe kanë kontribu që ky vend me pas sigurinë në një farë forme. Dhe kanë qenë rezistenca më e madhe e kohës. Sa sfiduesht se ishte që ta gjironi këtë film dhe të krijohet balanca e dramës njerëzore me realitetin historik, po pa e humbur autenticitetin? A din që unë jam munu që sa ma realisht me pru periudën edhe dilemat e asaj kohë. Në atë kohë njerëz nuk e kanë ditë çka ka me ndodhë. Nuk e kanë ditë, thjesht kanë qenë të humbur në hapsin, edhe veç kanë prit. Kanë prit që diçka ma e madhe ose dikush ma e madhe ka me ju ndihmu, që ajo kanë do 10 vjetë ma vonë, kështu që për 10 vite në rezistencë kanë jetu, kanë bjetu, janë gjindë, edhe mendoj që kanë kry punë të madhe për vendin tonë. Filmi ka marrë edhe vlerësime shumë pozitive, po ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. Cilat kanë qenë reagimet që ju kanë emocionuar më së shumti dhe ta them të drejtën, a i keni pritur ato që edhe në nivel ndërkombëtar të merr jehon shumë ky film? Kur fillon me punu diçka, ti gjithmonë ki dëshirë që filme me mbrisa ma shumë. Po kur punon diçka, ti e punon për vete. Dhe mande shpreson që tjerve ka mi unë pëlqy. Kështu që pritjet e mia kanë qenë të dëshirueshme, por reagimi i publikut ka qenë shumë i mirë, do të thonë filmi po komunikon shumë mirë me publikun, publiku po e gjen vetën në film, po rikthehet në kohë, po e përjeton një farë reflektime për mes filmet. Se është periudhë cilën ne kemi haru pak a shumë, se gjithmonë koncentruemi te lufta dhe pastaj pas luftës. E këtu janë 10 vite cilat e kanë formu gjenerata. 10 vite në izolim cilat kanë formu gjenerata, edhe për këtë arsye unë jam kështu si jam sot, rrethi im është kështu si është sot. Pas shkupit filmi do të udhton në Prizren, pastaj edhe në Tiranë. Më thuaj edhe në qytetet evropiane. Çfarë emocionesh ju sjell ky rrugtim ndërkombëtar sot në Shkup? Po merr jehonën që duhet filmi, vlerësohet më shumë se ndoshta edhe e keni pritur, sepse neve shqiptarve gjithmonë na prekin këto tema, sepse na kthejnë në një realitet të hidhur që ndoshta ndonjëherë nga përditshmëria jo nuk dua ta them nga ajo se jemi neglizhent, po nga përditshmëria jo nga angazhimet e shumta harrojmë në çfarë kemi kaluar dhe çka shumë mirë thatë ju, çka na ka bë kjo që jemi sot. Si e shihni që filmi Era udhton dhe kudo që shkon lën nga një shenjë, nga një mesazh të mirë, nga një mbresë të mirë tek të gjithë ata që e shohin? Po për mua është kënaqësi shumë e madhe, se këto janë vite shumë gjata të punës edhe të jetës, time mas pare, personalisht. Kështu që është kënaqësi shumë e madhe që filmi po mundot me komuniku kaq mirë me publikun, sidomos me publikun shqiptar, cilët kena kalu edhe kena përjetu këtu. Ndoshta jo shqiptarët e Maqedonisë aq shumë sa ne të Kosovës, po ne gjithmonë kemi qenë të lidhur emocionalisht, sidomos me shqiptarët e Maqedonisë. Kështu që ju e dini sidomos pak a shumë e keni përjetu, ne jemi familjarë gjithë pak a shumë me zvete, po. Po, kështu që e di që pak a shumë është njëjtë edhe ka me ndjell emocionet ngjajshme edhe në publikun këto. Po thëmë është edhe publiku po e përjeton si refleksion, si kalim në për kohën në cilën kemi kalu, se ka qenë kohë para 30 viteve edhe
unë e kom fillu me reflektu edhe për që ato e kom pru këtë tregim. Kështu që po më vjen shumë kënaqësi e madhe që edhe njerëz po reflektojnë edhe po prekën shumë se mandej kjo po i nxit me i kujtu edhe momentet e jetës tyne të qasaj periude. A ka ndikuar ky film tek ju si njeri po edhe si regjisore? Shumë. Ka ndiku shumë, po mendoj, ka ndiku mas pari si njeri, se ka qenë periudhe vështirë, nuk është periudhe lehtë. Ja kushton vitet e jetës sonte, plus një teme cila megjithatë nuk është e lehtë, është një temë e rëndë, një periudhe rëndë e jetës tonë. Kështu që nuk ka qenë lehtë në përkrejt fazat në cilat kemi kalu, po kur publiku po e pret kaq mirë edhe po rezonon kaq mirë me filmin, atëherë gjitha po harohen. Sonte, çfarë mesazhi doni tu jepni të rinjve dhe grave që do e shohin këtë film? Unë shpresoj që ky film është një copë e kujtesës tyne, që do t'i prek në një moment, ndoshta në një kujtesë në cilën e kanë haru pak, po që gjithmonë është mrenda, dhe me kuptu që gjithë jemi të fortë. Pa marrë parasysh situatës ne jemi shumë të fortë, edhe kemi rezistu kohë shumë të vështira se sa që janë sot, edhe besoj që kemi me rezistu edhe probleme ma të mëdhaja nëse na lindën, edhe e di që jemi triumfues. Kështu që është kënaqësi. Armend, si po ndjeni sot në Shkup, e keni premierën këtu në Shkup, mezi po presim shohim se edhe shumë njerëz janë të entuziazmuar për t'ju parë filmin tuaj, për ta parë këtë histori kaq mbreslënse dhe kaq me mesazh të thellë, cilat janë emocionet? Me thonë drejtën, nuk ka shumë kohë gjatë që erdhëm, edhe më të vërtet po ndjena mirë se e kom një pikdop kështu pas Prishtinës, e kom një gjithmonë edhe me një shfaqje edhe me një film, dëshira jam me njerë mas Prishtinës, para se me lujt dika tjetër, një sene për botë, kom qef qatë gja me shfaqje në Shkup edhe në Tiranë, edhe në Shkup s'kisha qenë moti, edhe jam të taku shumë kolegë të mi, shumë miqë të mi, një pjesë të madhe dhe të kolegëve që kemi zgjeru edhe filmin, kështu që në këto qaste me të vërtet pe kam një ndjenjë të mirë dhe po shpresoj që sonte kena mu kënaqë me këta njerëz. E përmende edhe se kolegë ke takuar nga këtu që keni bashkëpunuar edhe me filmin, zakonisht aktorët nuk kanë vendlinje të caktuar, po e kanë vendin aty ku janë gjithë shqiptarët, ku janë gjithë ardashësit. Si mendoni se Shkupi po e mirëpret këtë film, pasi që ka bërë buj që nga premiera që u bë në Prishtinë, ka bërë një buj të madhe dhe menzi se po pritet të shfaqet. A e menduat në fillim se do arrini kaq shumë prek një zemrat e publikut? Po sigurisht, që shme thonë, a di që është kjo filmi, para se gjithash, para ambicieve tona që i kemi si artist, me shku në gjitha festivalet, në rrafshin nacional, kemi dëshirë që fillimisht në Prishtinë, Tiranë edhe Shkup, me i pas edhe me pa filmin krejt njerëz të mundshëm, sidomos edhe kolegët. Shkupi ka traditë, në teatr edhe në film, edhe ka shumë artista që mu edhe si Majrim kam frymzu, disa prej tyre janë sonte edhe këtu, që janë edhe profesor të aktrimit, të regjisë edhe sonte për shok të edhe bukzona shumë që janë. Kështu që Shkupi edhe artistët edhe publiku i Shkupit e zënë një vend shumë të veçantë, edhe special në atë pjesën teme absolutisht. Nga Shkupi do vazhdojmë edhe në Tiranë me këtë film, cila pas Tiranës keni mendime optimiste se ky film mund të arrijë edhe në festivale ndërkombëtare, siç kanë bërë shumë filma shqiptarë. Po ky e ka faktikisht një jetë, e ka nisë prej Brooklynit në Amerikë, tash jemi të folë për këtë fazën e shfaqjes filmit në rrafshin lokal. Po, ajo është një rrugtim tjetër, që është shumë i rëndësishëm, për cilin disa informata e kanë disa jo në vende tjera, por unë jëmë të shiju që të
kohë këtë shfaqjen e filmit në për këto qytetet shqiptare, në për reagimin e publikut shqipfalsk, kështu që jam të shiju që të periudhë me Aty ku më let i preki zemra dhe ndrysh është edhe kur nga afër i merr komplimentet. Kur e xhironit filmin, e menduat se do arrini deri këtu? Po, sigurisht, qysh me thonë, edhe pse tash si artist varsisht se cili paramendon diçka, imagjinon diçka. Unë nuk është që në qasi faza kështu, nuk është që kam pritje të diçkafit. Kështu ndoshta dikur kam pas, tash nuk kam, kështu që i qasna që ati po, në çfarë faze është të zhvillu filmi dhe nuk krijoj kështu në një iluzion në kokën time. po, as mirë, as keq, kështu pritjet, po, ja. I le ma shumë pastaj reagimet janë më të lezetshme m'duket. Arti është ashtu, se dim na kur çfarë rrugtimi merr, çfarë jehone merr, s'është mirë as mja ul pritjet, as mja rrit me lon pak të qetë jehonen e tij, kështu që e o të ndodhë që ashtë jam të e përretu që shpi ndodhë. Je duke shiu, atër ne edhe ty vë të lojmë të qetë, sepse janë duke të pritur jashtë kolegët, me të pa, me të shiu, me të ndje nga afer, sepse normalisht keni sjell një punë të jashtëzakonshme. Që jemi falënderit shumë që keni ardhur sonte me na mbështet, me na falënderit. Era nuk është vetëm film, është rikthim në kujtesë, nderim për një gjenerat dhe reflektim për shoqërinë e sotme. Premiera e Shkupit e dëshmoi fuqinë që ky projekt ka për të prekur, bashkuar dhe frymzuar publikun. Me emocionet e regjisorit, rrëfimit e aktorit kryesor dhe reagimin e ngrohtë të publikut, ky film vazhdon të udhton drejt qyteteve të tjera të rajonit dhe Evropës, duke mbartur me vete historinë dhe zërat që nuk duhet të harrohen.